Faqja Na ishte dikur sjell një histori që tregon se sakrificat e prindërve mund të bëhen forca më e madhe e fëmijëve. Në darkë, në shtëpi, nuk kishte zhurma, vetëse fshfërima e stilolapsit mbi letër. Mami dhe babi uleshin në tavolinë dhe bënin llogarit, faturat, ushqimet, ilaçet, gjërat e nevojshme. Në fund, diçka gjithmonë mungonte. Unë i shikoja në heshtje, fëmijë, dhe brenda vetes e kuptoja që ta mbaje një familje me një pagë të vetme ishte një betejë e përditshme. Mami nuk ndalej kurrë, pastrime në Congliano, orë si dado, çdo euro ishte një tullë për të ndërtuar jetën tonë. Ishin sakrifica që djegin edhe sot në kujtim, por që farkëtuan forcën time dhe të vëllait tim. Kur një ankesë, kur një spoja dalim dot, vetëm dinjitet, vetëm dashuri. Kështu mësova shpejt se mungesa nuk ishte kufizim, por motor. Nëse nuk kishte top të ri, do të prisja ditëlindjen. Nëse shokët mburreshin me Timberland, unë kisha Fimberman. Nëse vishja rrobat e mbetura nga vëllai i madh, nuk më bëhej vonë, e vetmja gjë që kishte rëndësi ishte të ndiqja atë top. I shikoja të tjerët dhe i thosha vetes: ju keni këpucë firmatore, makina të bukura, rroba të modës, por në fush unë do të jem më i fortë. Ishte siguria ime e heshtur, flaka që rritej bashkë me mua. Me kohë kuptova, ai top nuk ishte vetëm një lojë, ishte rruga ime. Dhe atë rrugë do ta përshkoja deri në fund për t'i dhuruar mamit e babit qetësinë që gjithmonë kishin ndruar. Sepse pas një jete plot sakrifica, ata më në fund meritonin të ndalonin së vuajturi. Alessandro Del Piero. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.